Tjetër rast dhune mes adoleshentëve, 2 grupe janë përleshur në vaun e Dejës me thika dhe sende të tjera të forta, për fat të mirë nuk ka pasur të lënduar. Kërcënimi nga bullizmi online sa vjen dhe rritet, konfliktet që nisin në rrjetet sociale sjellin pasoja të rënda, ekspertët kërkojnë marrjen e masave. Antarët e djathtë në Këshillin e Mandateve akuzojnë Edi Ramën se po pengon arrestimin e Ballukut, Berisha thirrje qytetarëve për protestën e të hënës. Policia e Tiranës godet trafikimin e armëve të zjarrit, kapet pranë terminalit e autobusëve i riu që transportonte një automatik Kalashnikov në Valixha. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një tjetër konflikt masiv mes të miturve ka ndodhur në vaun e Dejës. Në ngjarjen që është fiksuar nga kamerat e sigurisë janë përdorur edhe thikat, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar. Pamjet tregojnë se disa qytetarë që kanë qenë në vend ngjarje nuk kanë ndërhyrë për të çuar konfliktin. 2 grupe adoleshentësh në vaun e Dejës janë përleshur mes tyre me armë të ftohta dhe sende të forta. Nxënësit e një tjetër shkolle të mesme u dhunuan masivisht mes njëri tjetrit pas përfundimit të mësimit. Këto janë pamje tronditëse nga vendi i ngjarjes ku të rinjt janë përfshirë në konfliktin fizik në vaun e Dejës. Sipas burimeve, ata kishin lënë takim për të sqaruar konfliktet mes tyre pranë vendqëndrimit të furgonëve me të cilët udhëtojnë drejt shkollës. Në pamjet e siguruara nga Vision Plus, shihet qartë se njëri prej tyre mban në dorë një thik. Adoleshenti nxjerr thikën, vendos kapuçin në kokë dhe më pas tenton të sulmojë bashkëmoshatarët. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të plagosur apo të dëmtuar nga arma e ftohtë, por ajo që mësohet është se askush nga shoferët e autobusëve e furgonëve që ishin aty nuk ndërhyn për t'i ndarë nga dhuna që po ushtronin ndaj njëri tjetrit. U desh që të futej mes tyre një zonjë që konflikti të përfundonte. Për rastin mësohet se është vënë në dienie edhe drejtori i policisë së Shkodrës, Gentian Berberi. Sipas informacioneve, konflikti i kishte nisur disa ditë më parë. Ndërkohë një javë më parë, pranë shkollës Shejnaze Juka në Shkodër, u plagosën 2 adoleshentë në një tjetër përplasje të ngjashme. Fenomeni i konfrontimit fizik mes të miturve ka marrë përmasa shqetësuese, duke vënë në alarm prindër, mësues dhe uniformat blu. Por duket se konfliktet mes adoleshentëve nisin fillimisht në rrjetet sociale, bullizmi online është kthyer në një fenomen shqetësues dhe ekspertët e konsiderojnë domosdoshmëri futjen e etikës digjitale në shkolla. Jeta online për shumë të rinj është kthyer në një arenë gare e lidhur me dëshirën për të qenë bimoshatarët e tyre, edhe nëse do të duhet të përdorin bullizmin si mjet. Rrjetet sociale dhe platformat digjitale janë hapësira ku bullizuesit veprojnë lirshëm, të mbrojtur nga anonimiteti dhe mungesa e përgjegjësisë. Nga Meta që është komplet GDPR compliant, do të thënë është të plotëson gjithë rregullat e Bashkimit Evropian për privatësinë, për drejtat e dhënave personale. TikToku nuk e bën këtë gjë dhe aty është problemi më i madh për të krijuar më shumë account fake dhe aty janë më shumë account fake. Bullizmi pas ekranit si nevojë për dominim sjell pasoja të rënda psikologjike. Situata paraqitet problematike për shkak sepse të rinjt shpeshherë ndihen të ngacmuar, të bullizuar, të frustruar nga njëri tjetri, emocionalisht kanë shumë të nevojshëm për të kuptuar, për të qenë të pranishëm, për të marrë përqimin dhe aprovimin e të tjerëve. E kur kjo nuk ndodh, ndikon drejt për së drejti në mënyrën se si mendojnë, si ndihen, në vetëvlerësimin, në ndjenjat e ankthit dhe në mënyrën se si përshtaten me botën reale. Mungesa e njohjes së kufirit të shpërndarjes së privatësisë online i bën të rinjt më të ekspozuar ndaj sulmeve digjitale. Edukimi për përdorimin e sigurt të teknologjisë është i domosdoshëm. Ndoshta do duhet që në shkollat të bëjmë një etikë digjitale, një lëndë që quhet etikë digjitale, ku të rinjt mësojnë çfarë janë informacionet që duhet të ndajnë online, çfarë janë fotot që nuk duhet të shpërndajnë online, si të dallojnë ata persona që ka një sjellje të caktuar dhe të kemi kujdes. Kështu që për mendimin tim kjo etika digjitale duhet implementohet në shkolla që të rinjt të dinë se çfarë pret në atë botë digjitale. Sipas UNICEF, në Shqipëri 72% e fëmijëve më të ndjeshëm psikologjikisht përjetojnë bullizëm kibernetik, me forma që shkojnë nga ngacmimi seksual tek shpërdorimi të dhënave psikologjike dhe sulmet ndaj jetës private.
Zbardhet ngjarja e 3 javëve më parë në qytetin e Vlorës, ku shpërtheu një sasi tritoli në portën e familjes Zoto. Në pranga përfunduan babe bir 59 dhe 29 vjeç, që kishin mbajtur tritolin në automjetin e përdorur prej tyre dhe të vjedhur në Elbasan. Pas ngjarjes, automjeti u gjeti djegur në fshatin Babice Vogël, vendlindje 2 autorëve. Bakje Zoto, 63 vjeçarja, të cilës ju vendos tritoli në derë të shtëpisë, është e ëma e Gentian Zoto, si dënuar për atentatin ndaj Inez Hajrullës. Një 24 vjeçar u arrestua pranë terminalit autobusëve në kryeqytet. Policia njoftoi se i riu do të transportonte municion me valixhe. Uniformat blu bën të ditur se brenda valixhes u gjet një Kalashnikov, i cili dyshohet se do të shitej. Pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, i riu u kap në flagrancë teksa po tentonte të transportonte armën e zjarrit, por destinacioni nuk dihet. Partia Demokratike këmbgul se mbledhja e Këshillit të Mandateve për imunitetin e Belinda Ballukut duhet të mbahet sa më parë. Sipas opozitës, Edi Rama po vonon qëllimisht procedurat parlamentare për të penguar arrestimin e numrit 2 të qeverisë. Antarësia opozitare e Këshillit të Mandateve përjashton mundësinë e zhvillimit të mbledhjes pas 20 janarit, siç kërkon mazhoranca. Gjatë një konferencë nga Selia Blu, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u shpreh se demokratët do të veprojnë sipas ligjit. Këshilli i Rregullores të Mandateve është mbledhur gjithmonë në të gjitha rastet brenda 48 orëve, i ka dhënë kohë personit ndaj cilit ngrihet akuza nga prokuria 48 orë, maksimumi 72 orë, dhe më pas, brenda 72 orëve të ardhshme, ka miratuar kërkesën në seancë plenare. Ky është rasti i parë ku mbyllet një mbledhje e Këshillit pa caktuar një mbledhje tjetër. Bardhi dha detaje edhe nga mbledhja me dyert të mbyllura të premtes, ku theksoi se socialistët nuk binin dakord për një datë. Duke thënë fillimisht ta mbledhim pas datës 19 janar, dhe pastaj duke thënë do ta mbledhim në një moment tjetër, do ta vendosim në një moment tjetër. Çfarë ndodhi mbledhje? Na thanë duam 20 minuta pushim, se do mblidhemi ne mes vetes për të caktuar një datë dhe për të ardhur me një datë të unifikuar. Shkuan në zyrën e kryetarit kuvendit, u kthyen me frymarrje të marrë, me zor merrnin frym, s'di ç'kishte ndodhur, dhe tha mbyllim mbledhjen pa caktuar datë. Kreu i grupit parlamentar demokrat akuzoi socialistët se po përpiqen të mbrojnë zvenc kryeministren Balluku me urdhër të kryeministrit. Që Edi Rama ka vendosur të pengojë drejtësinë, Edi Rama po merr kohë që ai vet, por dhe pa nderura Belinda Balluku, të prishin prova dhe të intimidojnë dëshmitar, e ripërsëris shqetësimin e ngritur disa herë në mbledhje nga prokurorët e SPAK-ut, që kjo është një çështje e ngutshme. Pas 5 orësh diskutime ditën e premte, Këshilli i Mandateve u shty pa një afat, ndërsa prokurorët e çështjes nuk parashtruan pretendimet e tyre sa i përket akuzave ndaj Belinda Ballukut. Qindra mbështetës të Shqipëria bëhet Adriatik Lapajt protestuan sot përpara kryeministrisë. Ata i kërkuan Edi Ramës të japë dorëheqjen, ndërsa paralajmëruan për shkallëzimin e veprimeve të tyre. Ashtu siç ishte lajmëruar më parë, aktivistët e lëvizjes Shqipëria bëhet protestuan këtë të shtunë përpara kryeministrisë. Nuk munguan tensionet teksa një grup qytetarësh u përplasën në uniformat blu. Shkak për këtë u bë tentativa përsëritur e uniformave blu për heqjen e gjeneratorit të vendosur përballë selisë së qeverisë. Kryetari i lëvizjes Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj tha se vendi ndodhet në një situatë shumë të rëndë, ndërsa lëshon një sër akuzash drejt kryeministrit Edi Rama. Është thirrje për të gjithë ata që vuajnë nga hemofilia dhe nuk gjejnë faktor 8 dhe 9 në spital, për të gjitha ato familje që kanë në shtëpi të sëmur me kancer,
dhe nuk gjejnë terceptin, metatrozate 50 mg, asparaginacus e të tjerë, për gjitha ata njerëz që vuajnë nga ky regjim i hajdutëve që me një mesazh jetë 50 miliard lek. Për disa ditësh Kreu i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj dhe aktivistë të kësaj lëvizje ja vendosur pranë kryeministrisë, duke theksuar se nuk do të lëvizin nga bulevardi deri në largimin e kryeministrit Rama. Ndërkohë, lideri i opozitës i bëri thirrje shqiptarëve të bashkohen në protestën e të hënës përpara kryeministrisë. Sali Berisha deklaroi se kushti i panegociueshëm që Shqipëria të rigjej paqen është largimi i Edi Ramës nga pushteti. Protesta që pritet të mbahet në datën 22 dhjetor është cilësuar si një ultimatum për të larguar kryeministrin Edi Rama nga Sali Berisha. Në një bashkëbisedim me qytetarët online, Kryedemokrati i ftoi që t'i bashkohen. Ne dalim në protest hanën për të shënuar fillimin e revoltës popullore për largimin e Edi Ramës. Tubimi së hënës tha Berisha është vetëm sinjali i parë, ndërsa paralajmëroi dhe lëvizje të tjera. Kemi të drejtë të në marrim çdo mas kundër tij për ta nxjerrë nga pushteti. A do shkojmë në drejt saj? Absolutisht po. Ne jemi një diktaturë. Ne duhet realizojmë se jemi në një diktaturë. Madje ftoi dhe forcat e tjera politike opozitare. Unë përshtes zotin Llapaj që proteston aty. Jep shembull personal. Jemi të hapur ndaj partisë tij, jemi të hapur ndaj partisë së zotit Shehu. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se opozita nuk po merr të drejta që i takojnë në parlament dhe kjo vjen vetëm për shkak të shumicës. Ka nisur fluksi i pasagjerëve në portin e Vlorës, ku shumë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kanë zgjedhur të kalojnë festat e fundvitit pranë familjeve të tyre. Kjo fundjavë ka regjistruar edhe numrin më të lartë të pasagjerëve. Vetëm gjatë mëngjesit të kësaj të shtune në port kanë mbërritur 288 pasagjerë si dhe 74 automjete. Sipas autoriteteve portuale, pritet që fluksi të intensifikohet duke nisur nga data 24 dhjetore për të vijuar deri në ditën e fundit të vitit. Ndërkohë pritet të shtohen masat e policisë, personeli dhe sportelet me qëllim për të evituar radhët që mund të krijohen. Në prag të festave të fundvitit, mjekët këshillojnë që të bëhet kujdes me konsumimin e alkoolit, ata e vënë theksin veçanërisht tek rreziku që vjen nga kombinimi i pijeve alkoolike me lëndët narkotike. Entuziazmi i festave të fundvitit shpesh shoqërohet me konsum të shtuar të alkoolit, por edhe të lëndëve narkotike, kryesisht nga të rinjt. Megjithatë nuk mungojnë rastet kur konsumi i tepërt sjell helmime të cilat mund të kenë pasoja serioze për shëndetin. Të rinjt janë më të ekspozuarit për alkoolin. Janë më të ekspozuar për drogat, për koktejlet, alkool, drogë dhe koktejlet e tjera. Janë më të rinj, më entuziast, atmosferë më shumë dhe i kanë momentet aty për aty. Pra i kërkojnë që një gjendje aty për aty, pa llogaritur një pjesë e tyre pasoja që mund të jenë pasoja afatgjatë dhe të dëmshme. Pluzat e bardha rendisin disa nga simptomat më të zakonshme të cilat shfaqen si pasojë e abuzimit me alkoolin dhe substancat narkotike. Humbje të koshiencës, humbje të vetëdijes, nuk orientohen, humbje të reflekseve që mund kenë edhe dëme afatgjata të traumave të trafikut rrugor. Pra në efektin e alkoolit mund bën dhe dëme të tjera të pakontrolluara, dëme që mund të jenë deri në fatalitete. Shefi i shërbimit të toksikologjisë pranë QSUT, Andrin Tahiri, në këto ditë festive u drejtoi qytetarëve me një mesazh të qartë. Festat zgjasin pak. Zgjedhjet e gabuara mund të lejnë pasoja për një kohë shumë të gjatë. Alkooli dhe droga nuk ju bëjnë kur më interesant. Vendimet e qarta, po. Festoni fort, gëzoni fort, pa i bërë dëm vetes. Kush di të doj veten, di të bëj zgjedhjen e duhur. Nuk mungojnë as rastet kur shumë të rinj janë përfshirë në aksidente të cilat kanë sjellë edhe humbje jetësh, e kjo si pasojë e konsumit të tepërt të alkoolit. Agentët imobiliar janë të mendimit se fushata e rivlerësimit që nis nga janari me normë tatimore 5% do t'i jap frymarrje tregut, rritja e çmimit për apartamentet sipas tyre do të jetë më e ngadalt, megjithatë ekspertët propozojnë që edhe pas mbylljes së rivlerësimit qeveria ta rishojë tarifën 15% për shitjen e pronave.
Të gjithë individët të cilët kanë në pronësi pasuritë paluajtshme kanë të drejtë që nga data 1 janar 2026 deri më 31 dhjetor të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me normë tatimore 5%, duke ndjekur 2 rrugë. Nëse kanë për ta nxjerrë në treg midis 2026 e 2028, do të ishte udhë të kontaktoni një agent imobiliar që të mund të ndihmonte me pjesën e këshillimit për vlerën reale të pronës, t'i tregonte dhe dinamikat e tregut dhe më pas të ndihmonte në raportin e vlerësimit për të aplikuar një hipotekë që prona vetë të rivlerësohet me vlerën maksimale që ka tregu. Nëse nuk do të ndjeki procesin e vlerësimit të pronës me vlerën reale të tregut, por do të ndjeki vetëm procesin e referenca shtetërore, atëherë çdo qytetar nëpërmjet Jellbenjës mund të aplikojë pranë ASHK-s për të rivlerësuar pronën sipas referencave shtetërore. Por çmimet e referencave që kemi ne sot në fuqi dhe ato që duhet të hyjnë nga janari 2026 fuqi për gjithë pjesën tjetër në Shqipërisë përveç Bashkisë së Tiranës, në përgjithësi nuk janë në përputhje të plot me tregun. Pas aplikimit në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, lëshohet fatura e tatimit mbi diferencën e vlerës që paguhet në bank dhe më pas ngarkohet në sistem për përfundimin e procedurës. Pas përfundimit të aplikimit, lëshohet kartela e re e pronës ku pasurohet vlera e përditësuar. Ndërkohë, për shkak të fushatës së rivlerësimit, agjentët e tregut imobiliar presin që rritja e çmimeve për pronat të jetë me ritëm më të ngadaltë se 2 vitet e fundit. Tregu i pasurisë paluajtshme në 2026 do të ketë shumë alternativa për të investuar, sidomos alternativa dhe për ata të cilët do duan të kenë shtëpinë e tyre të parë apo do duan të kenë përmirësime të strehimit. Në kalkulimet tona sot janë të paktën 500.000 prona apo themi banesa të cilat janë subjekti i rivlerësimit, është në vendim të individit nëse do ta rivlerësojë pasurinë apo jo. Ne sugjerojmë që nëse ke ndërmend të për ta shitur në 2-3 vitet e ardhshëm, është mirë që ta rivlerësoj për të përfituar nga lehtësira fiskale. Normalisht pas 2026-s, nëse qeveria nuk reflekton, do duhet që tatimi të jetë përsëri 15%. Pasi të përfundojë rivlerësimi, ekspertët e fushës presin nga qeveria të rishikojë normën tatimore prej 15% që aplikohet për transaksionet. Ne besojmë në vullnetin e ligjvënësve shqiptar bashkë me Ministrinë e Financave që të reflektojnë mbi tatimin 15%. Është tatim shumë i lartë, pas fushatës së rivlerësimit në 2027 do të përveshim mëngët për të riparë tatimin 15%. Kërkesat për rivlerësim të dorëzuara pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, të cilat nuk janë procesuar brenda datës 31 dhjetor 2026, konsiderohen si objekt rivlerësimi sipas këtij ligji, në rast se pagesa e tatimit bëhet deri më 31 mars 2027. Bashkia e Maliqit ka nisur punën për forcimin e argjinaturave të lumenjve, çfarë atyre bëri që nga rreshjet e pak ditëve më parë të përmbyteshin sipërfaqe të konsiderueshme të tokës bujqësore. Dëmtimi i 2 argjinaturave të lumenjve Dunavec dhe Devol, si pasojë e rreshjeve të shumta të rëna para pak ditësh, ka shkaktuar një situatë të rëndë në fushën e Maliqit. Si rezultat janë përmbytur mbi 3.000 hektar tokë bujqësore, kryesisht në zonën torfike, e cila konsiderohet ndër më problematiket në raste të tilla. Eridion Rustemi, drejtori i Agjencisë së Shërbimeve Publike në Bashkinë Maliq, bëri të ditur se në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Ujitjes dhe Kullimit është ndërhyrë menjëherë për përforcimin e 2 argjinaturave të dëmtuara rënd, me qëllim parandalimin e përkeqësimit të situatës. Po thua jemi drejt fundit të mbylljes provizore të kësaj argjinature. Problemi i madh ka qenë rruga për të mbritur deri këtu, pasi janë rreth 2.6 km rrugë pa shkelur, rrugë me baltë, rrugë rurale që ne jemi munduar ta stabilizojmë me çakëll. Bëm të mundur që e realizuam bllokimin e kësaj çare këtu që shkaktoi edhe përmbytjet më masive në territorin e Bashkisë të Maliqit, duke përmbytur një sipërfaqe të madhe të tokës torfike në zonën e Sheqerasit. Sipas tij, për të 2 argjinaturat ekziston një projekt i posaçëm, i cili pritet të zbatohet dhe që do të ofronte një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme për shmangjen e përmbytjeve në të ardhmen. Drejtoria Rajonale e Ujitjes Kullimit ka gati një projekt, ka paraqitur me sa di në Ministrinë e Bujqësisë për të bërë të mundur mundësimin e realizimin e një projekti që ata kanë për Gabione Guri, për një zgjidhje përfundimtare, pasi këtu është edhe një pjesë ku Lumi Devol merr këthesën për të shkuar në afërsi të pyllit fazanëve, atje ku bashkohet me lumin Dunavec. Dalja nga shtrati e lumejve Dunavec dhe Devol ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturën rrugore, si edhe në disa banesa, ndërsa autoritetet lokale vijojnë vlerësimin e plotë të dëmeve dhe monitorimin e situatës në terren.
Kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajmë.